أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا بسترك يا ستار واغفر ذنوبنا بغفرانك يا غفار واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين مع الأبرار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك وقلبه سليم ردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا يا رب العالمين يلوت مليون بنا ذا باك مدريد جميع بنا ذا باك dritë ka falë boll, na s'kemi pse ta bëjmë noksan. Sot inshallah në dersin ton pasi që njihet fi Ramazanit shenjt, duke lutë Allahu xhalla xhelalu që atë çka ka më të mirë mart na i bën edhe na i ban kabull, do të fillojmë me premtimin ton që e kemi bën me një ndrim të vogël. Kemi premtuar që do t'ja komentojmë suratun Nur në juzin 18 në Kur'anin e Kerim, surja e cila ka të bëjë me ligjet. Një shembull të vogël, një pasqyrë shumë të shkurt. Gjekush ka qenë ders masi që njëse ka pa, ato ajete, ato fjalë që u folën gje ishin të asaj sure. Do të thot me 64 ajete ajo sure, ashtu rreth asaj teme shumë me rëndësi në islam, ka të baje, mirë po na kemi bërë një ndrim shumë të shkurt, sot prej mëngjesit e tek nena, na do ta lëm atë sure për një rast tjetër do ta komentojmë inshallah. Sot do të fillojmë me komentu një sure prej sureve të Kur'anit Kerimit, as prej sureve gjata, as prej ative të shkurtave, prej sureve të mesme duke e ditë se surët sa të përka gjatësia në Kur'anin e Kerim doan në 3 pjesë, surët e gata, surët e mesme edhe surët e shkurta. Pra prej sureve të mesme, na sot mas dersit që njës xhamien tonë do të fillojmë inshallah, bismillahirrahmanirrahim me suratu Fatir. Surat Fatir i ka 54 ajete, ka zbrit Mekka, 45 ajete të mfalni, ka zbrit Mekka. Qëllimi i surës është shumë ngusht i lidhur me surën që ka kalu para asaj, është fjala për surën Saba në Kur'anin e Kerim, me siguri se xhamati ndershëm. Unë si hoç, si vaiz i kësaj xhamie, jam krenar me juve. Jam krenar me prezencën e juve në xhami. Edhe jam krenar shumë me ardhin e mysafirëve, për prezencën e ative dhe durimin edhe udhën që kanë ardhur. E lutë Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu që çdo mysafir i cili ka marrë pjesë sot edhe ditët e kaluara, edhe mysafirëve qerë që do të marrin pjesë në këtë xhami gjatë Ramazanit, e lutë Allahu xhalla xhelaluhu që çdo hap tative ta paguën në mënyrën ai që din me pagu. Pra të gjithë së bashku me hoxhën edhe me xhamatin mendoj se jemi krenar për mysafirët prezent në këtë xhami në këtë derse të qindjes, e lutim Allahu xhalla xhelaluhu që së bashku me vendasit edhe së bashkut me musafirët, Allahu se vafat me madhrinë e vetë në i danë të gjithë dhe së bashku, inshallah. Ashtë mirë që vendasit kur të vene dhe në musafir, pak një kashore, me gjithë se në gjami nuk kanë shëllip me prejonën shariatit, po nuk kanë shkesh që musafirit pak tja bojnë një nderë në shpijen e Allahu gjëlle gjelaluhu e gjëlle shanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula, أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Kjo është ajeti i parë i kësaj sure. Kjo sure, edhe 4 qera në Kur'anin e Kerim xhamati ndershëm si kjo, fillojnë njëjtë me elhamdulillah. Do të thonë Kur'an, 5 sure fillojnë me elhamdulillah. Njëja prej ative sureve është surja me të cilën ne kemi të bëjmë prej sotit inshallah. Do thonë elhamdulillahi fatiris samawati wal ard, të cilën do të kthehemi në komentin e kësaj. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu kështu e fillon surën para kësaj, surat Saba, alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Edhe fillon suratul An'am në Kur'anin e Kerim, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Edhe fillon suratul Kahf me alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Edhe fillon surja 9 e Kur'anit Kerimit, suratul Fatiha me alhamdulillahi rabbil alamin. Çdo njëja prej këtyre sureve, pse fillon me fjalën alhamdulillah, e ka shkakun e vet, të cilit shkaqet të cilët un do t'i kthehem ndoshta në ardhmëri inshallah. Alhamdulillah. Musliman edhe muslimane
Femën edhe mashkullin këtë din. Kur i këthanë Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh, edhe e faleminderojnë për të gjitha të mirat, e faleminderojnë për të gjitha halët prej halëve që i përjetojnë prej lindjes deri në vdekje. Shprehojnë kënaqësinë me qenë rob të Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh, shprehojnë gatshmëri, tregojnë dashuri ndaj krijuesit vet, shprehojnë gatshmëri, tregojnë se janë të vegjël ndaj Allahut që i ka kriju, edhe pse janë të vegjël para krijuesit vet, janë para tesh shumë të kënaqur. Mas asaj që janë të kënaqur binë me gojë edhe ballë në sejdë dhe i tregojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh që na jemi të kënaqur këtu që jemi të vegjël, pse krijuesin tonë kemi absolut madh. Më në fund çka bojnë? Më në fund kur ta krijnë çka thojnë? Thojnë alhamdulillah. Pra, mas çdo halli elhamdulillah, mas çdo gjendje elhamdulillah, mas çdo dëshire elhamdulillah, mas çdo apetiti elhamdulillah. Elhamdulillah. Ibrahim a.s. në moshën e futur thellë në pleqërinë e tij, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh i dha fëmijë, ka thonë wa basharnahu bi gulamin alim, i kemi dhënë një fëmijë të ditur. Ai kishte 96 vjet, gruaja e tij ishte akir, ishte gruaja që nuk bante fëmijë, mas 96 vjetëve mosh. Allahu Gjelle Gjelaluhu e përgëzoi me një evlad. Ai fjalën më të bukur më sbrami këta e foli. E keni në surat Ibrahim, kush do me lexu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri Ismaila wa Ishaq. I baj Allahut hamd, thom elhamdulillah, ati Allahu Gjelle Gjelalu i cilin pleqërinë e futur më dha Ismailin edhe Ishaqin çuna. Fjalë më të bukur, mas kësaj ngjarje, mas kësaj dhurate të madhe, me shkall Ibrahim a.s. ju falenderoi Allahu Gjelle Gjelalu, alhamdulillah, fjala hamd. Xhamatin dashur, rini e dashur, njerëz që mireni me shkencë, njerëz që mireni me letërsi, njerëz që mireni me gjuhë. Nas një gjuhë në botë nuk përkthehet. Nas një gjuhë prej mijave gjuhë që flitën në botë nuk përkthehet. Mu për këtë shkak, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka hap Kurani Kerimin të suratul Fatiha me elhamdulillah, edhe në ka tregu se përkthimi i Kurani Kerimit tash i pamundshëm me të parën fjalë. Përkthimi i tij është i pamundshëm. I mundun është vetëm komenti, a përkthimi në asnjë mënyrë. Ai ka zbrit në gjuhën arabe, ka thonë lisan wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Kjo është gjuha e Kurani Kerimit, gjuha arabe mrekulluese. Gjuha arabe e mrekullueshme, në cilën gjuhë dale ki kitab më njëherë më mrekulli nuk është. Pa është mrekulli mucize vetëm në gjuhë që e ka zbrit Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh. Për atë shka ka i doktori kur na tha neve se Kurani Kerimi mundet me u përkthi. Ai mundet me u përkthi shqip, ai mundet me u përkthi maqedonisht, ai mundet me u përkthi serbisht, ai mundet me u përkthi turqe. Ja banëm një pyetje, po ja tregojmë edhe juve çfarë pyetje i banëm atij. Po e di me a kemi qelluar ajo. I tham sa fjali ka gjuha maqedonisht, e tha dikon ka 4000. Të më falësh, gjuha arabe në fjalorin e vet i ka 8 milion fjalë. Ahi lopa në barkin e viqit. Kështu i tham edhe ati. Ahi ndërtesa 20 katë në dhomë, në ndërtes 20 katë që minë i dhomë 4 me 4 ahin. Pra qatë që hinë Kurani Kerimi me gjuhën e pasur me 8 milion fjalë, me një gjuhë e cila 4000 fjalë i ka në fjalorin e vetë. Ashe pa mundur. Ashe pa mundur. Ibrahim a.s. i thash Allahu Gjelle Gjelaluhu, kjo ka qëtë sen. Ibrahim a.s. i thash Allahu Gjelle Gjelaluhu me fjallën më të bukur e ka faleminderu. Nuk ka fjallë me madhe për faleminderim Allahu Gjelle Gjelaluhu se fjallë alhamdulillah. Mundon, çka dush gjojnë fjallorët e botës nuk e kompenzon, nuk e zavendëson fjallën alhamdulillah. Alhamdulillah që Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh na ka falë këtë fotografi që e kemi. Khalakana, fa sawwarana, fa ahsana suwarana. Ai na ka kriju, edhe na ka bërë fotografinë e bukur, pastaj na ka bërë fotografinë të përmirësuar, do me thonë më të bukur. Elhamdulillahi alladhi khalaqana fi ahsani taqwim. Hamdi bojmë Allahu të cili na ka kriju në formën më të bukur prej gjitha krijesave. Hamdi bojmë Allahu Gjelle Gjelalu, i cili na e fali ujin kodre, nuk na i falin rafsh. Thojmë elhamdulillah. Pse çka kish me ndodh? Kish me ndodh se ato që jetojnë malësis kishin me pas me pi ujë. Ato prej malësijës njeri se pe zbrit ujnë në pruni qeshën në shpi. Jo prej rafshit me që për petë. Allahu Gjelle Gjelaluhu i boni krojnat majet e kodrave e pastaj e përfshini botën edhe dajnë. Fa nahnu qasamna bejnehum maishatehum. Unë javë kam da juve rëskin. Unë javë bi juve të dera. Unë nuk ju lash juve me u mundu fare. Unë i fala ujnat
në majet e kodrave, e pastaj e përfshin rrezullin toksor me ta, për të më faleminderu, për të thonë elhamdulillah. Elhamdulillah, ati Allahu i cili kodrat i ka mush këtë dimën me borë, atë që njeri nuk ka fort dëshirë, apo ndoshta nuk don ta shef, as ka mundësi me pas e çka po ndodh. Të njerëzit i mushin end për mrena me ujë, Allahu xhalla xhelalu i mush me ujë për shpinë. As fuqia ati, ka mush kodrat me borë, do t'i shkrije ngadal, ashtu që i duhen njeriu. Jo për një ditë me i bob me nabatis, po ngadal, ditë pas dite, pik pas pike, si pas nevojës, do të kishe edhe verës pra asaj bore që ka ranë malë sot, do të kishe edhe verës kur punojsh në arën tonë dobi. E pra kur ti bish ati shatit, edhe ta shifshat mojën e kodrës me borë verës a gje, ta dish se ajo magazja jote, Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu ti ta ka pregadit, po nuk ta kalon mbi kokë ti me umërdhi, po ja kalon mbi kokë qëtër kuj me bajt, ti me ja pa hajrin. Kësaj si të përpet thuj, elhamdulillah. Thuj elhamdulillah. Elhamdulillah, alladhi khalaqa al-mauta wal-haya. I bojmë Allahu xhalla xhelaluhu hamd që e ka kriju vdekjen edhe jetën. Baba jot i plak, nena jota e plak. A dite kur është bon 90 vjeçare? Është realitet zguzon me mohu kur kush. Se njerëzit e dashur ato që kanë nejt në prenin e ative, nisin pak me umërzit. Nisin ka pak me umërzit, me gjithë se ngadal ato e shprejnë. Me gjithë se me shtrill me e shprejnë se kanë nis me umërzit. Sikur mos me pas kriju Allahu xhalla xhelaluhu vdekje, sa njerëz kishin ishin met mbi tokë pa aftë gjallë. Gjallë e pa aftë. Dhe elhamdulillahi alladhi khalaqa al-maut. E kemi faleminderuar, do ta falenderojmë Allahun që ka kriju ka kriju vdekje, e njerëzit po rrinë tokë, ato që kanë dobi, ato që ka dobi ati akri, po bojnë intikal prej kësaj botën e botën tjetër. Elhamdulillahi alladhi khalaqa al-haya. E bojmë hamd Allahun xhalla xhelalu i cili ka kriju jetë. Jetë për të cilën filozofët e kanë shkri trunin edhe asnjëherë s'kan mujt me na kallëzu shka është kjo jetë e nderuar. Ose jetë në nçmuar si ta keni fjalën për këtë botë. Asnjëherë, jeta kjo, jo jeta ajo. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu, të cili këtë sure e ka hap me elhamdulillah, i bojmë hamd i cili vetë në Kur'anin e Kerim e ka kriju jetën edhe në Kur'anin e Kerim na ka tregu vetë i shka është jeta. Pa marr parasysh se disa njerëz e kanë ngrejt hundën edhe nuk dojnë me kuptu fare se atë që e flet Allahu xhalla xhelaluhu borxhe kanë me marr për delil. Ka thonë innama hadhihi al-hayatu wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Jeta kur gjansa që të sen, përveç se një tradhtim edhe mashtrim, një tradhti edhe mashtrim, kur gjansa që të sen. Jetë, është shiu, i cili ben prej nalë, përzijet me tokën e ban një bari, fa Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu, fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah. Pranveran shikançëm, e ka gjelbrimin e vetë bukur me gjithë shijet edhe ernet, mas midisit vera se fan frima, e fan dielli, e merr frima me veti. Kjo është jeta. A ka nevoj me lodh kokën ma? A ka nevoj me lodh kokën shka ka jeta? Jeta është një shi për pranver, edhe një bimje, një bari, ose një bereqeti jot, mas midisit verës fat, e merë frima me veti, edhe kryet. Kjo a jetë, Allahu xhalla xhelal në Kur'anin e Kerim. Ka nevoj me lodh kokën? O zot, po thojmë elhamdulillah. Po thojmë elhamdulillah, që ka qartë në i ke spjegu gjanat. Po të thojmë elhamdulillah o Zot për xhamatin tonë që kemi në xhami. Po të thojmë elhamdulillah Allah i jonë që ti na ke pru këtu në këtë shtëpi e cila nuk po na zen. Edhe po të lutemi me këtë falënderim të na vazhdojsh edhe të na i mundsojsh për ngritjen e çetrës si kjo dhe më të bukur ja Rabbel Alamin. Që edhe ajo mos na zonjë inshallah. Derisa xhamia nuk na zen burra. Derisa jemi që kaq ngushtë në xhami. Derisa na jetojmë shtëpinë e Allahu xhalla xhelaluhu kaq ngushtë si jetojmë sot, ta keni nërmend se kjo ka të bëjë me ajetin i cili do të vjen në surën, ajetin numër 10 i cili do të vjen në surën, të cilin jemi në kapna për komentin e saj. Elhamdulillahi fa po futemi në surën. Elhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Hamd Allahu xhalla xhelaluhu krijuesit qiellave. Hamd Allahu xhalla xhelaluhu zbukurusit qiellave. Wa zayyana as-samaa bi zinatin al-kawakib. E kemi zbukuru qiellin. E kemi zbukuru qiellin me yje të bukura, wa hifdhan min kulli shaytanin marid. O Zot, po të bëjmë hamd që ata nalt edhe neve na ke mbrojt prej gjallit fatkeq. Na ke mbrojt prej armikut më të madh, nëpërmjet Islamit na ke mbrojt, nëpërmjet këtij Kur'ani na ke mbrojt,
Në përmet pastërtisë të dinin na ke mbrojt. Në përmet Allahu xhalla xhelalu dhe fuqisë tënde, o Allah, në përmet fuqisë tënde edhe dëshirës edhe rahmetit tënd na ke mbrojt prej këtij fatkeqi i cili gjithmonë synon që në rrugën e Allahu xhalla xhelalu ta lëm. Shumë ngusht, shumë dëm i madh para te tubimi juan këtë xhamin këtë monir thot. Dëm i madh. Për çat shejtani Ramazan as i vogël. Për çat shejtani ditët e haxhit as i vogël. Për çat shejtani në këtë masiçini në xhamin i këtij katuni as shumë i vogël. E kanë as pyet, ka thonë pse zvoglohesh kaç kur isha musliman këtu, krah për krah në xhami, ka thonë, çish mos zvoglu. Kejt mund diçka e bën ani mot shkoj poshtë. Ti nuk zvoglohesh me të djegi shimi sot shti dimni çka ke prunë borra. Ti nuk zvoglohesh me ta vell sa ndëkin e parave të shtëpia. Ti nuk zvoglohesh me të djeg shtëpia jote mas gjithë mundja. Ti nuk zvoglohesh me u djeg banka ku i ki parata. Zvoglohesh, edhe ai zvoglohet shumë këtë dita. Ma qunë musliman të munin një veçar këtë për Ramazanin qetër deri tash. Qish ja qunë këtë? Tha ato ja dhanë krahun njëni qetrit, ullën në gjami me ngu dersin, ullën në gjami me falë namazin, mu e mundi jem një mëtë që ka punovam, shkoj këtë për shkak se Allahu gjelle gjelalu, ative gjunahat e një mëtë që ja u fali me tulme në ative kra për krahun në gjami. Ash shumë bereqet, ash prej rahmetit Allahu gjelle gjelalu, kur ka problem ku mu hush në gjami. Ash prej rahmetit Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Mos e kuni këta dobët, kur mirën e këta për bereqet, mirën e këta për të madhe, mirën e këta për krenari, inshallah dhe një herë për ilusë Allahu xhalla xhelaluhu, zbashku me ju, që në ardhmërinë tonë ta kemi nusën me duvak qetër, në fundin e katunit apo në mesin e katunit, ta kemi me diminare inshallah xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Ai si doje me zbrit rahmet edhe me 4 botë. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. جاعل الملائكة رسلا الله جل جلاله يبوي حمد يثلي كريو ملائكة تصلت لوين رولة ثلاثة أشتوش كورنوا الله جل جلاله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أصنهار الله جل جلاله جنان كيبوين يكريم بون سباس أورنت الله جل جلاله وجل شانه لا يفترون أصنهار نكنالا ببريمة ثلاثة منها غلاظ شداد لا يعصون الله disa të angazhume njerëzit me I fut në Jahannam. Thot njëri prej xhamatit rendin e ka me thonë, au që ato kanë në tash pra. Njeri në Jahannam e kapin njeriun për ballin, për flokët e ballit ati, edhe e futin në Jahannam. Njëri e ka rendin prej xhamatit me thonë, as kanë mëshirë ato kur e bojnë ata, as kanë rahmet ato kur e futin njerin në Jahannam. Mirë, ai që e ka meritu me shku në Jahannam, kush ash, kush po përgjigjet, kush ash ai mo? Ai që ka meritu Jahannamin nuk është njeri mo, ai është dru, ai është lanë dhe zjarit Jahannamit, e ti faktikisht në këtë dunjo, kur I shtin drun në zarë me u gjek për të apjek bukën, a ke rahmet? A thu ti të është I drunin qimet, jo, për mëllimët, të ngrejt e masë. A thu kështu? Jo, ti, ja ban venin, edhe e fut një dhe një dhe një, edhe sa ma shumë qitë është ta, miki ti lavdrosh me zjarë. Miku ti lavdrosh me se ke drut mira për gjek. Miki ti lavdrosh se ke dru rreze për gjek. Edhe me lajket e Jahannamit, ato që I futin njerëzin Jahannam, nuk është pun mëshire, kjo është pun urdhni Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu, ai që e ka meritu, nuk janë fajet të me lajket, po është fajet e ai që e ka meritu Jahannamin. Disa prej ative yusabbihun Allah, la yaftarun, thojnë subhanallah. Disa prej ative në sejdë, disa prej ative në tokë, disa prej ative në qiell. Ma yakhlu shibrun illa wa fihi malak. Nuk ka një plom. Nuk ka një plom qiell në tokë që s'ka një melajke, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. S'ka ushtar të Allahut kush I din veç atij. Njëri prej mushrikëve të Mekkës tha lek, çështu tha? Lek. Tha kur dalim në botë që po thot Muhamedi, kur shkojmë në ahiret atje, e pa mi kollaj. Tha ki po thot jam 19 me lajke atje, në suratul Muddathir alaiha 19. Tha 12 limni muhe, edhe një 3 Abu Lehebi, 15, një 2 Velidi, 17, edhe një Umar ibn Khalaf 18, një Ubay ibn Khalaf 19, edhe I largojmë manësh him xhennet. Him xhennet e Muhamedit, para Muhamedit him xhennet. Allah e që Gjibrili tha ja Muhammed, thuju këtive. 19 milion safa ja. Thuju këtive se të fjala 19 deri të bëhet dita e gjikimit nuk të ta dinim sheftën e ajetit I cili thot se janë 19 alejha rraf Jahannamit alejha 19 deri ditën e gjikimit kur të ta din edhe kalzoju se një prej me lajkeve mia e ka emnin Gjibril
të cilin Rasulullah s.a.s. e ka pa vetëm diherë në formën e tij. Vetëm diherë në këtë jetën. Kallëzoj se vetëm njenja për njënën prej këtive me lajkeve, ruzulli toksorëve, ytë dhe qitë dhe dili nalt, janë kokrat grunin shuplakën e bujkut. Kallëzoju këtive shokve. Kallëzoju se gjithë planetat me ruzullin toksor në shuplakën e Gjibrilit janë kokrat e grunit bujkut në shuplakën e ti. Që që se la ato? Kure shef grune ju ka peke, a dini shka i ban kallit aj? Qashtu a tha? Me qatë, me qësi kanë të bojnë këto shokët e tu, këto kujshit e tu që po thoi, na nesër është im të ma ta nena me laqen pak edhe hes me him gjennem. Po, qardakat pa parmon qësi janë. Këto hin gjennet për qefin e vet. Këto kanë derën veti për gjennet. E paguin me pare këto, e paguin me rishfet. Këto shkojnë japin mas murit pare me hin gjennet. A krija jo pun. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka tregu kush hin gjennet. Ka thonë, o iddet lil muttaqin, është pregadit për të devotshmit. Ka thonë, wa tilke l'gjennetu leti urithumuha bima kuntum ta'melun. Në gjennet keni me hi me pun të juve. Ka thonë, inna alladhina amanu wa amilu salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ato që ka kanë besim islam, jo që loj besimi, ato që ka janë musliman, edhe i kanë punë të mira, nëse në gjennet hinë me lumej. Suratul Buruj, Suratul Kahf, inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Besimtarët do të punë mirët, për ato ka gjennet dhe në këthimi nesër. Suratul Tin, illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Për ato që kanë besim dhe kanë punë të mira, për ato ka sevape dhe të mira në gjennet, pa ndërpre. Në suratul Asr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ato që kanë besim dhe janë punë mirë, edhe këshillojnë janë i qetrin për mirë, këshillojnë, e ndalojnë qetrin për e të keqës, hinë gjennet nesër. Nuk hinë gjennet me qtime me lajket matane, nuk hinë gjennet qafirski, po hinë gjennet Allahu Gjelle Gjelalu që shekarë të uhirjen. Ma jeftahillahu min rahmetin, fela mumsike la, wa ma jumsik, fela mursile lah, min ba'dih. Ajeti dit i kësaj sura, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh, na i prezenton një gja prej gjanave gjematin dershëm, rini e dashur, vajzat nderuara, gjematin dershëm, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh, në këtë ajet na i prezenton një gja kapluese, na i prezenton një gja mbështjel se ruzullit toksor dhe jashta ruzullit toksor, edhe na spjegon se, në qovë se keni vëmendje o njerëz, o robë të mi, edhe futeni, bashkë me hoxën e juvë, edhe bashkë me hoxalarët e juvë, të cilët maksimum këtë Ramazan janë angazhu, futeni një kuptimin së përs afërmit këti ajeti, unë mendoj se në përmet këti ajeti, e gjeni rrugdaljen, në përmet këti ajeti që po vjen, e gjeni rrugdaljen prej të gjitha kataklizmave edhe formave të atyre që po ndodhin këtë botë sot. E thonë, ma jeftahillahu min rahmetin, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh, si ta qele një popullit derën e rahmetit vetë, fela mumsike laha, s'ka mo atë derë kush e mbyll. Si ta qele Allahu Gjelle Gjelaluhu derën e rahmetit vetë një popullit, s'ka mo atë, fela mumsike laha, s'ka mo kush e mbyll atë derë. Wa ma yumsik, si ta mbylle, e kundër ta, si ta mbylle Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh, derën e rahmetit ati, fela mursile lehu min ba'di, s'ka ma atë brav dere kush e qel, veç Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh. S'ka kush e qel mo. Që ta shkika për këthimi ajetit, na do ta komentojmë insha Allah. Kuja qel Allahu derën e rahmetit edhe kuja mbyll? Kuja qel derën aj? Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh, vetëm një grupës njerëzve ja qel derën e mëshirës vetë. Ato njerëz janë shumë let mi ditë kush janë. Ato janë ato njerëz të cilët rahmetin e Allahut prej ati e lipin. Ato janë ajo grup njerëz të cilët nuk kanë dëshirë me jetu jashtë ahijes rahmetit ati. Që ato shka kanë lip gjematin ndershëm. Në kohën e duhur kur ka qenë nevoja me lip, të gjithë njerëzit me reni kanë gjetë. E kanë gjetë rahmetin e Allahu Gjelle Gjelalu. A ke mundësi me mu me nejtë tëri mas një orë mas iftari, ti derë dhe një 250 shembuj kuranor? Jo, unë nuk do të munoj ti e gjematë jem qatë shumë. Unë nuk do të ngarkoj atë tepër. E di se je ngush në gjami. E di se me kodë dur duhet me spjegu që të lishosh që është se kam të kanë pi më njëherë prej ngush lëkit gjamiës tonë. Gjematë ndershëm.
Unë do t'i ceki tranzit disa shembuj të cilët rahmetin e Allahu xhalla xhelaluhu e kanë lip, edhe rahmeti Allahut ata i ka gjetë në momentin e duhur. Duke fillu Bismillahirrahmanirrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nemrudi, domuzi, edhe psëzi i marë, qefir me roj. Në Irak, Ibrahim a.s. 5 gjatë temën. Ibrahim a.s. për dënim e kishte zgjedh me djeg në zarmë. Për dënim e kishte zgjedh dënimin ati me djeg në zarmë. Allahu gjelle gjelaluhu wa gjelle shanu e qoj Gjibrilin a.s. në atë momentin para se të fugët. Në moment para se të fugët, do të thot, s'ka të mrapa mo. I tha, ja Khalilullah, o dosti Allahu gjelle gjelaluhu wa gjelle shanu. Tha urla, a ke edhe një nevoj? A ke edhe një nevoj të ndihmoj? Gjibril a.s. Tha jo, emma minka fala. Tha prej ti e s'kam nevoj. Ti s'kam nevoj me mdimu. Tha a i shkam ndihmon mua ashtu mpa ku jam. Ibrahim a.s. i Gjibrilit e thonë, ba piti e s'kam nevoj kur gjon. A i shka po e din, a i shka e din shka të ndodh me muë, ashtu mpa shka po ndodh me muë. Allahu gjelle gjelaluhu wa gjelle shanu e ka tërhek me urdhën e vetë, me laikën e ti, ka thonë, le, po kja në nërdorën tem, kja në kujdesin tem, ka thonë, kulna ja naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, i tham zjarit, o zjar, të cilin kemi kriju na me djeg, tash sot nuk keme djeg, po keme qenë mëshirë edhe flat për Ibrahimin, keme qenë kopsht. A pave rahmeti Allahu gjelle gjelaluhu wa gjelle shanu. A pave në shfar momenti del prej krizës, atë ka radën i zarë mbi krije prej zjarëve për kësaj bote në kohën e fundit, atë ka radën i gacë e huj në popull, dhe një gacë e huj e popullit, ase dhe një gacë politike e huj mbi popull kohët e fundit. A ke lip rahmetin e Allahu gjelle gjelaluhu wa gjelle shanu? A ke lip? A i ke ngrejt dur ti me lip rahmetin e Allahut kur flenë kejt qertë ora njatë natës? A i ke ngrejt dur me lip rahmetin e Allahu gjelle gjelaluhu me lamë të shimë me kejt bota në gjumë? A ke bon këta? Jo, këta nuk e kemi bon. Në kohët e duara këta nuk e kemi bon. I kemi ngrejt dur, po i kemi ngrejt dur me lip prej qëtërkuj. I kemi ngrejt dur me lip prej ati shka se ka një gjumë. Ash gabim total. Duhet përmirësohemi një herë për gjithmonë. Duhet përmirësohemi një herë për gjithmonë. Rahmeti Allahu gjelle gjelaluhu wa gjelle shanu e ka ndihmu edhe e ka mbulu edhe ate që s'ka dit me lip gjematin dërshëm. A ke mundësi hosh me na justifiku kuranisht këta? Po, bismillahirrahmanirrahim. Wa uhajna ila ummi Musa an irdi'ihi bi rahmetillah, an irdi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Firauni pa të bën urdh, çka të lindë gjallë atë vetë me pre. Mashkull çka të lindë me pre. Urdhën e pa të dhënë. Urdhën popullor, urdhën kombëtar. Mashkull çka të lindë me pre. Bashkat vetë Allahu xhalla xhelaluhu kish bë dëshira atij urdh që të lindë një gjallë çka zguxon me u pre. Bashkë ashtu. Edhe ka lind Musa a.s. në atë vit. Lindaj edhe kapët nana e ti për ta, si nana për fëmijën e vetë. Edhe kapët për te me një frikë, se anë miku madhështor po e shpëllon, po e zbulon me shpionazhin e vetë, se ka lind një gjale nuk ka përci në tehin e briskit Firaunit, anë mikut Allahu gjelle gjelalu matë madhë. Allahu ka thonë Kurani Kerim, fa uhajna ila ummi Musa, unë e kam inspiru nënën e Musës, në mënirën që shi inspiroj unë e njerëzit. I kam thonë, fe i dha khifti alehi, si të keshe frik të fosh një stane, oj nane këti gjali, si të keshe frik, ka prit kur të thoi shti, jap i zorë nërë, ta qojmë një 12 veta, 20 vet nërë, e tonë e zbresin poshtën e pre kërkush. Maroja një shpi me beton mos muje me hi kërkush? Jo, falkihi fil jemmi, që të nuj. Si të frigësh, që të nuj. E bëllë zërë, bëllë vështira gjemat me e marë këta bukfalisht. Ti kur të frigësh gjallit tanë, kur ti frigësh se pe gjonë dishka, nuje qëta? Jo, ti kur frigësh se pu be nuj, ngat mës të bere nuj. Allahu gjelle gjelaluhu e gjelle shanu, edhe në fej dha khifti alehi, fa alkihi fil jem. Si të frigësh se pe gjonë dë nisen, që të nuj.
Çka më bën uja, çka bën tëne? Wala takhafi, wala tahzani. Asmos tot, asmos mërzit. Japi zor nuj, ama mos ki gajle. Thon inna radduhu ilayki. Na kemi me ta kthi ndorën tonë prap. Wa ja'iluhu min al-mursalin. Do ta bëjmë pejgamber më vonë bile. Mos ki dert, japi zor nuj. Pse nuj? Ti faktikisht oj nana kësaj foshnje. Ti nuk jetu i dhonë zor nuj natuj shka i jep zor dikush gurit. Ti jetu i dhonë zor nuj aj uj cili ashtë kujdestar mbi te Allahu Gjelle Gjelalu edhe mbi gjallin tanë. Ligjit këtu nuk janë ligjit e njerëzve të rëndomt oj none e musës. Këtu i kam ligjit unë ndorë që të nuj. Do ta kthej. Firauni me gruën e vetë. Firauni anë miku i Allahu Gjelle Gjelalu e gjetë me gruën e vetë. Faltaqatahu Firaunu e ka gjetë Firauni me gruën e vetë. Gruja është gruja Firaunit. Fa asa an yanfa'ana Allahu bihi aw nattakhidahu walada. Fa po e marrim tha. Çiket po e marrim tha. Ndoshta do të kemi dëni dobi prej këtij. Ndoshta do të kemi dëni dobi prej këtij ose po e bën gjallë tonin. Po e bën birshpirt, po e rritim. Kush e rrit ka anmikun këtë rast? Anmikun e vet e rrit te Firauni. Pa e ditë se nesër me këta shfar punë do të ketë. Pa e ditë se shfar u jemi këti mashkullit Allahu Gjelle Gjelalu nesër do t'i pagun. Rabbahu Allahu muslima walladhi rabbahu Gjibrilu kafira. Njoha ka duku Gjibrile ka emnin Samiri ka qenë jo musliman. Këta ka duku Firauni ka qenë musliman. Musa alladhi rabbahu Firaunu kane muslima wa Musa alladhi rabbahu Gjibrilu kane kafira. Njonin e ka duku Gjibrilin në njën e vetë Samirije ka pas emnin kafir ka vdek ma isprami. Njonin e ka duku Firauni për pejgamber ka qenë ma isprami. Kështu anë kjo botë, mësë bërzitni. Shta shari një njerëzit të thonë, a dhe vlanë këtë vend, ne ku imi këto qështu anë, këto s'ka ma mirë. A din ti që nuk ka vend ma të mirë në këtë botë se ku jeti. A beson ti se në vendin ti ku i ke kambët nuk ka vend ma pjellor në botë për kështu për rritjen e njerëzve. Ja, shumë vend i mirë ku jemi na. Këtë vend ne i kanë livdu të mdhajt. Këtë vend ne i kanë livdu të mdhajt. E kam fjallën të mdhajt, jo që si të hutini, po të mdhajt që ka janë të mdhajt me punë qera. Tu ka mundësi me mjell njerëz, edhe me korë njerëz të mdhajt. A keni dëshirë me ditë se çka ndodh në disa vende, ku na mendojmë se më mirë se të na, kur në vetë tonë s'ka ndodh? A ka nërë dhe në herë qenë për Rusia në balon me hongër hoxalarë në burg? Në Shkup? A ka ndodhë dhe në herë? Kur s'ka ndodhë? Në Gjip ka ndodhë. Një aeroplan qenë për Rusia me hongër hoxalarë në burg. Me hongër me javlon veç kocit. Një gjanë prej gjanave, ti me ndonë se a gjë në Gjip janë të uknoq ato mo, pale se sa mira është a gjë. A ka ndodhë dhe një herë këtu, si dilesh me votu vrash, si mës dil me votu vrash, a ka ndodhë? Në Algjir, po. Del me votu vrash, mës del me votu vrash. Pra, kusha më mirë? Qa thuj, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'il il malaikët rusula, udhi ajnihatin, mëkhna wa thulatha wa ruba. Malaika, Allahu Gjelle Gjelalu ka kriju, do të mbrojnë ti edhe mua. A thonë, malaike me flatra, dik, 4, 3, 4. Qka ke mërat 3, 4? Na, qka kemi pa, lajri të fluturu, ketë me di flatra i kemi pa. Mësë harro, thash Rasulullah a.s. e ka pa Gjibrilin diher. E thonë, të parën herë kër e kam pa, a ishte iman prej qilë të rinë tokë, edhe i kishtë 600 par kra. Kështu ka thonë Rasulullah a.s. A i kishtë 600 par kra. Për neve, është kjo punë më sheft. Për neve është më sheft. Po veç kjo nuk ka për neve më sheft. Na kemi shumë gjanat më shefta. Ato shka na i shofim me si janë pak. Ato shka nuk i shofim janë shumë. Pra në kujdesin e ku jemi deri sa jemi musliman? Jemi në kujdesin e Allahut. Jemi në kujdesin e melajkeve të Allahu Gjelle Gjelalu të cilët na shoqërojnë në përkësim e zhlise, na shoqërojnë satën e namazit, na shoqërojnë kër jemi musliman e respektojmë fen tonë dhe respektojmë regulorët e tona, i respektojmë ibadetet dhe ritualet tona në mënyrë që ishë na ka porosit Allahu, na shoqërojnë Allahu neve me dërguës të ati të cilët i ka thonë emnin melajke, e thonë ja'ilul melajke të rusula, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Me kraha, me di kraha, me 3, me 4, me ma shumë se 4. Ma jeftahillahu min rahmetin fela mumsike laha. Allahu Gjelle Gjelalu kur t'ja këqele dherë rahmetit, s'ka kush e mbyllat dherë. Po është shumë interesant.
Qonë Allahu Gjelle Gjelalu pasuni, e qelë derën e rahmetit edhe të musht ban pasanik, edhe ti ven me ta rem, ndërton gjami, ndërton mekteb, ndërton kuran kurs, ndërton medresen, ndërton rrugën, shkollën, ambulantën, medresen, të gjitha i ndërton këto, se Allahu Gjelle Gjelalu e ka qelë derën e rahmetin dajtije. Që qështu pra? E hek rahmetin, e ngrejnë rahmetin bitije, komare, zinart, shpifje, haram, shkatrim, derdit rrugës, lavrimi arës, lavrimi megjës, e ka hek Allahu Gjelle Gjelalu rahmetin, pasunia jote a shëndru më në jarë në harab, ka njës familja e shpia me shkute poshtë, rahmetin e Allahu Gjelle Gjelalu e ka ngrejnë vetaj. I japë Allahu Gjelle Gjelalu e Gjelle Shanu unjonit, aq gjeh, aq sultan, aq nufus i japë e ban kretar shteti. Me rahmetin e vetë e ban kretar me prin një shtet. Derisa rahmeti Allahu të shoshron. Na ushtri, rend, qeveri, rrug, semafor, tren, aeroport, spital, shkoll, rrug, të gjitha. E ngrenë Allahu Gjelle Gjelalu rahmetin prej këti. Gjak derdhje, luft, plagesa, burgje, shkatrime, denime, gjigje. E ka ngrejtë Allahu Gjelle Gjelalu rahmetin e ti. Qonë Allahu Gjelle Gjelalu në rrafin e Kumanovës 30 gjem diplomum hoxalar. Rahmetin e vetë në bitë popull e ka zbrit, është delil. Është argument se Allahu Gjelle Gjelalu e ka zbrit rahmetin se ki popull në këtë rrafin, kur si ka pas 30 hoxalar diplomum në fakultet, prej se ka ardhë islami që gjah shejku në këtë vend. Rahmeti Allahu te ka bon këta. E ngajnë Allahu Gjelle Gjelalu rahmetin e ti prej ative, a i evnushëm me këta, i evnot me ata, e shpip këta ati, gjithë bifitan ki bana, i zbana, i mrëlt me këta, i mrëlt me ata, njoni hime, njoni mrisop, njoni sime, njoni mrisop, zdalin, sfolit. Kur gjënë s'ka? E mësove pëse është, e mësove shka ka problem. E mësove si gjemon shka ka problem. Atë ka interesu të njerë me ditë shka kanë dhe këto për i zatë zotit. Këto për i zatë zotit, kur gjënë s'kanë? Allahu Gjelle Gjelalu rahmetin e ka ngrit. Ka ngrit rahmetin. Po kur e ka qu zotit, si ja kemi bo hizmet rahmetit ati. Kur ka qenë prezent, si ja kemi bo hizmetin. Kemi shku, qera ka kemi shku. Kemi shku ka ona e hunës. Unë jam me fakultet. Ti s'ki e fakultet ti. Unë e kam studiu shëriatin. Unë e kam studiu fëkin. Unë e kam studiu tefsirin. I këta nena, kjo lënde e jemja. Ku ka lënë tonën? Ku ka lënë temën? Ilmi ashtë i kejve. Dituria ashtë i kejve. Allahu Gjelle Gjelalu me këtë dituri, kejt njerëzin e ka boj ikram. Kejt njerëzit i ka ndëru. E jemja, jotja. E ngrenë Allahu bereqetin e ilmit, e ngrenë rahmetin, i shef njerëzit të shku prej rrugës drejt në rrugën e shtrem. T'japë Allahu Gjelle Gjelalu ti e vlad gjematin dërshëm, edhe ato shka janë kur t'i jape, janë rahmeti Allahu Gjelle Gjelalu, që le Kurani Kerim në suratul Kahf gjuzin 15, edhe në l'malu, wal banuna zinatul hajatit dunja, pasuria edhe e vladi janë bukurit e kësaj bote, derisa rahmeti ative e Allahu tash me ta dhe me tije, e vlad, knarësi, shpi, pun, njërës, darsëm, sunnet, me vlut, qelime, kitë në regull. E ngrenë Allahu Gjelle Gjelalu rahmetin. E ngrenë Allahu Gjelle Gjelalu rahmetin. Shka u po? Saharun bil lejli, wa ta'bun bin nahar. Natën qudë prej gajleve ku janë, ditën lodhje, pëse s'po punoj. E ngrenë rahmetin Allahu Gjelle Gjelalu wa Gjelle Shanu. Fesat, bela, njone e shanë katunarin, qëtëri shanë kujshin, qëtëri del bati me që më palidhe, njone del kalzon se unë jam trim, qëtëri del, por dit vetë bin gajlet e shpia. Kur gjanë që nësë në qirin, veç bin gajlet e shpia. Do me thonë, banë honë koq, edhe familjen e saritojnë. E zvarën familjen, e kuritin më të madhe në fisit, e bojnë dvogël kur ta qojnë me hes për sokaki, në se me nimun, në se me shujt, pra mos që të sen, me bon katunarin, fisin, ma allalien, njërin tanë, dashamirin, me lanë krenar me hez, me fjallë të vetë, me punën e vetë, e bojnë dvogël, e bojnë, shkojnë e bojnë hasër për toke, me dvetën, kam dalë minimu. E të marat paqavër të nena. E të shkofshi kundra, e të shkofshi bus prej gjithës që ka angër sa bale. Kjo bot ka regula. Këtë bot janë mbulën rahmeti Allahu të nash me ven, janë ngritët rahmeti Allahu Gjelle Gjelalu e monin 4 vetë ndorë. Thot jap Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu. T'jap me rahmetin e vetë. Shëndet. Shkon punon në arën tone. Rahmeti Allahu Gjelle Gjelalu ashtë që ti që i shëndosh. Shkon punon në arën tone. Edhe pikon njësa prej hunës tane mbi rajën që e ke mel. Allahu Gjelle Gjelaluhu me njërësën tane rrit ate që e ke punu me shati. Kja është nderi më i madh i njëriut. Edhe i bujkut kure e ujit rajën që e ka mel me njërësën e hunës ati. Derisa rahmeti Allahu ta prezent.
Heket rahmeti Allahu xhalla xhelaluhu. Heket rahmeti Allahu xhalla xhelaluhu. Shëndeti ati i përdoret në formën e hajvanit. Mu vra me filonin, me qita ta pi ure, me qita ta pi toke, me qita ta pi kerr. Shëndet e përdor që tërkun. S'ka rahmet, e ka lëshu Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu prej dore. Nuk ka arë me u eduku në gjami këtu. Nuk ka arë me eduku para safit gjamiës dhe para mihrabit gjamiës. Me ditë se Allahu xhalla xhelaluhu ati që i ka dhonë shëndet, nuk ja ka dhonë atë shëndet me keq përdor, po ja ka dhonë shëndetin me mirë përdor, me falemendru Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Ta ka dhonë atë shëndet o qën, o 20 vjeçar, namazin me ba me regull, në vakt në punë me shku me regull, babën, nonën, familjen, vlajnë e mam, me ndëgju bashkë qish duhet, për shkak se ato s'din me mësu për keq. A ka babë shka mësën për keq? A ka nonë shka e vladin e vete edukon prap? Kësi halas kemi pa. Kësi halas kemi pa. Duhet me qenë smut, për smutit se jemi të folë për qnosht. Qnosht a ka? Asli herë. Interesant, edhe që këtë mësus ka njëllë njëri se ngë. Mere vesh mo. Mere vesh fare ka në shëshri. Edhe këtë mësus nuk ashtë gati me ngu. Qatë shka kur zdin me të mësu për keq edhe atë se ngë. E ka, si më stangojsh këtë mësusin të shpia, shka vetëm mirë di me mësu edhe zdi keq se në lent mrena, në kaset nuk ka të nqizu me keq baba dhe nona për tije, këto në dele nga në të mësusin sokak. Këta si më stangojsh, dele mëso në të mësusin sokak. A i shka të thota i në sokak? A shkojmë sonte. A shkojmë i bim dhanë me filonit sonte. Tërë me vladhe jam, a diti kush i belan me filonit? Shka është a i? Shka i belan vaj, shka? Po mirë tja. Kush ti ka dhonë ti i këtë drejta më po ukë në midis katunit? Shkojmë i bim dhanë me filonit i bim sonte. Po mirë tja, se din se mira dhanë me filonit ato dhanë kanë qobana. A se din se ato dhanë ka qenu kollative dhanëve. A se din se ka argaqa gjë dhe mura. A se din se ka zët shpija atja. A i bim dhanë me filonit. Edhe mi thonë, pse ke kalu nuk? Kush be? Nuk une, vallën e mes me kam bitis me srednja shkollën, me kam bitis me une midis shërit atje. Vallën shërë ka uq, kush ka thonë se në shërë s'ka uq? Në malë shti s'ka uq. Në malë nuk ka uq në shërë në katon mrena. Kush rrit qut natën për i zatë zotit për ju pys? Kush rrit natën qut? Uki rrit natën qut me këshirë cëllin nevolaq e ka rulopën për jashta. Për qatë rrit natën. Kush rrit prej njerëzve natën së kak? Uki. Që shka buk? Mëse ka arru dikush lopën për jashta. Të më falni. Këto janë gjona shiqare, këto nuk janë gjona që hoxha i komenton edhe si din kushi, këto janë gjona shka i din të gjithë. Pra, Rasulullah a.s. edhe fund për desin e sodit, ne ka bo një këshill të bukur, një këshill shumë të letë, me kuptu shpejt, edhe me mund me praktiku shpejt, ka thonë, si të vene mramja, o besimtar, si të vene mramja, bani 3 punë. A i s'ka thonë 3.000 punë gjematin dërshëm, a thonë bani 3 punë, kur të vene mramja. A thonë, aglikul e buab, të më falni, a thonë, fa'u bis sibjan, shtini cullë brena, akshami kur të vene, shtini cullë brena. A thonë, wa aglikul e buab, më shëllë në derën, se ka uqë për jashtë. Shëllë në derën, në ja gojtë. E thonë, wa aukihu l'asqijata wal at'ima. Mloni enët. Wa tëfëtfu l'mesabih. Shim një drita. Këshillat e Rasullajt a.s. Ka thonë, ja Rasulallah, që të qerat i murën vesh, duhet me shim lamën se elbet minin e i derë në dishak gjegmi të fletë. Këta e murën vesh. Duhet me emlu e enën, se bjen natën dëni mija, dëni gjarë për në dëni lishka, e murën vesh. Duhet me imbil dirt, se ka uqë për jashtë, e murën vesh. Këta fmit, pse mi shti mrena këta, zban me dal paka. Ka thonë, inne lil gjinnin të sharën wa khatwa. E gjinët në mramje stërvitën i lishon Allahu gjelle gjelaluhu wa gjelle shanu. Mramje masi qinie, kejt janë mbyll masi qinie, i shlon Allahu gjelle gjelaluhu wa gjelle shanu, ta kapin carokin. Pra carokin nderuar që shti pa tham. O i ri nderuar prej meje, si hoxhe dhe i prej babës e prej nanës tonë. Ta dish se sa herë dilesh prej shprije mazdarke, henez me shku dikun. Ta dish se ma kërpeshi jo ta është ndorën e shejtanit. Mos ju lavdro kërkuj se je nudhe. Ti mo je jashta rrugës. Ti mo je jashta mbrojtjes. Ti je jashta kalas. Ata që të sulmojnë ti je i ke mo shok. Ata shka të mbrojnë kanë ra me flet. Ata shka të dojnë ti je janë në pushim. Ata shka ta dojnë të mirën ato janë të flet mo. Ato të rrugës, ato janë qerë, ato janë të natës. Atë natës i dini kush janë. Natës si cili gjemati di kush janë. Kishe kujdes, zbotu pak një herë dhe thuj la ilaha illallah
Allah i jem, kërkoj rahmetin tam ta zbritësh mbi meje, unë me të vërtet po vepresh në gabim. Unë me të vërtet para dalë jashtë rregullave. Se për ndryshe, para përfundimit për e them, nuk jemi na budall. Nuk jemi na. E kam fjallën për gjemteri kështu, nuk jemi na budall. Na di me hes para mesnate, na di me hes mas mesnate. Unë një kam duqi pasaporta e kam marrëzu të hes. Një kam duqi pasaporta, një fes, të hes. Ama të hes, mas pësimit, të hes mas librave, të hes mas bibliotekave, të ina bibliotek, na qetër, të edhonat provima. 187 herë kemi hindirat e provimit. 187 herë. Edhe na di me hes për së kaki, po e kemi pa prej ative që din ma shumë, edhe kemi lezu vetë, prej ative që kanë dit ma shumë se na, se këtë punë nuk janë rregull. Kjo është edukata jonë. Shtoje kujdesin majs pari mbi vetveten. Shtoje respektin majs pari mbi vetveten, do të jesh i respektuar. Si ta kishe hek respektin për vetvetes, respekti i qerve të ti ka vdek, mo këta ta kishe nërmen, me s'ka që sot pra takohemi nesër, mas dersit i këndis, inshallah, mas namaz i këndis, inshallah, lillahi al-Fatiha.